Kryeministri Edi Rama nga Gjermania e cilësoi kërcënim për Europën presidentin rus Vladimir Putin, duke u rreshtuar në krah me krerët e politikës europiane. Në një intervistë për Stuttgart Zeitung, gjatë vizitës së tij në Stuttgart, kryeministri shpreh se Shqipëria dhe Serbia po punojnë për partneritet të ri. Sipas Ramës, presidenti Putin me krizën e Ukrainës ndoqi një strategji të shfrenuar që është një kërcënim absolut në Europë. Kjo është një strategji e shfrenuar që u konkretizua me aneksimin e Krimes dhe ndërhyrja në Ukrainën lindore nuk ka kufi. Europa duhet të përgjigjet, dhe Europa ka ende çështje të tjera, terrorizmin ndërkombëtar dhe radikalizmin islamik. Ajo ka nevojë për një strategji të guximshme dhe agresive për zgjerim, më shumë jo më pak. Kjo është përgjigje e drejtë në këtë kohë. Prandaj Bashkimi Evropian ka nevojë për një qasje për Ballkanin. Ajo ka nevojë për një strategji të guximshme dhe agresive për zgjerim. Më shumë, jo më pak. Kjo është përgjigje e drejtë në këtë kohë. Marrëdhëniet e Shqipërisë me Serbinë nuk janë të qeta nga tensionet, pikërisht për shkak të çështjes së Kosovës. I pyetur nëse ekziston mundësia që në konferencën e ardhshme të Ballkanit në Vjenë të ketë një shans për pajtimin me Beogradin, Rama shprehet: Ne kemi nevojë që në Vjenë të bëhet një zgjatim i procesit të Berlinit. Kemi nevojë për më shumë se sa për fotot e bukura familjare. Doja të theksoja se vendet tona duhet të punojnë ngushtë së bashku. Ne duhet të krijojmë një partneritet të ri pas viteve të konfliktit dhe urrëties. Pyetjes se kur do të bëhet Shqipëria antare e Bashkimit Evropian, kryeministri i përgjigjet duke thënë se duhen 2 vjet për të kërcyer tango dhe përsëriti se Europa ka nevojë për Ballkanin, ajsa Ballkani ka nevojë për Europën.